Irani do të vendosë si të vazhdojnë ndërsa fati armë pushimit pa afronë, thot Aranqi. Irani po merr në konsiderat të gjithë aspektet, do të vendosë si do të vazhdojë të ministri i jashtëm iranian Abbas Aranqi, homologët e tij pakistanez Isha Ardal. Një telefonat ndërsa trajtonte çështje që lidhen me armë pushimin SBA Iran. Në një deklarat, Ministria e Jashtme iraniane shprehu përsëri vlerësimin për zyrat e mira të ndërmjetësimit Pakistanit në bisedimet e armëpushimit, por ajo pretendoi se veprimet provokuese dhe shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit nga Shtetet e Bashkuara ishin një pengesë e madhe për vazhdimin e diplomacisë. Ministria tha se Aranqi përmendi kërcënimet e agresionit SBA kundër anijeve tregtare iraniane, si dhe atë që e quajti qëndrime kontraditore dhe retorikë kërcënuese ndaj Iranit. Ministria e Jashtme iraniane tha se dy ministrët theksuan konsultime të vazhdueshme që synojnë forcimin e paqes dhe stabilitetit në rajon. Më herët, presidenti i Shtetit Bashkuar Trump tha se konsideron se armëpushimi me Iranin do të përfundojë të mërkurën në mbrëmje sipas kohës së Washingtonit.